Në Teatrin Migjeni ka nisur edicioni 24 i konkursit ndërkombëtar për interpretues të rinj të muzikës klasike Pjetër Gaci. Ky aktivitet i përvitshëm, që mban emrin e kompozitorit të njohur shkodran, mbleu të rinj nga Shqipëria dhe shtetet të tjera për të konkuruar në disa disiplina të muzikës së mirëfillt klasike. Drejtori organizativ i konkursit Drita Mlika dhe ai artistik Lorenzo Radovani përshëndetën nga skena publikun e pranishëm. Një falënderim vjen për të gjithë ato konkurrenta që vinë jashtë, jo vetëm qytetit Shkodrës, por edhe jashtë hapësinave pra nga rajoni i Ballkanit, vinë nga Europa, këtë radhë kena edhe nga Amerika. Një falënderim është për jurin që merr pjesë ka pranuar ftesën për me marrë pjesë në këtë aktivitet. Konkursi zhvillohet mbi bazën e kategorive dhe specialitetet. Kategoritë janë ciklet e moshave. Sot konkurron mosha nga klasa parë deri te klasa tretë. E kështu me radhë do jenë. Specialitetet janë instrumentat. Kryesisht kemi sot në këto mosha kemi kryesisht violina dhe piano. Konkursi do të zhvillohet nga 11 deri më 15 qarshor 2025 dhe do të përfshijë specialitetet piano, harçe, kanto, fizarmonik, kitarë, instrumente të drunjta dhe ato të tunxhit. Aktiviteti organizohet nga Qendra Kulturore Pjetër Gaci dhe mbështetet nga Bashkia e Shkodër. Kjo veprimtari artistike synon jo vetëm të nderojë figurën e Pjetër Gacit, por edhe të inkurajojë talentet e reja të muzikës klasike përmes një gare të drejtë dhe me standarde profesionale. Në fund të edicionit do të ndahen çmime për fituesit më të spikatur në çdo kategori.